Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në këtë transmetim të drejt për drejt dashur miq të Albykej TV, dashur miq të personazhal. Në këtë puntat të live-it, unë kam dëshirë të prezantoj në këtë momente një tjetër personazh shumë të suksesshëm, një shqiptar i gjysmës tonë më të mirë. Unë ashtu e kam cilësuar gjithmonë, dua ta them që është shqiptar i Kosovës, po dua ta them që është shqiptar i gjysmës tonë, e cila na përfaqëson denësisht në mbar botën. Këtë herë ndalemi pikërisht tek Zvicra jonë e bukur, ku ka shumë shqiptarë që unë i përshëndes fort, dhe përshëndesim në këto momente edhe Damianin, i cili është me mua live, Damian Markaj. Mirë se erdhe i dashur, faleminderit për kohën, faleminderit që jemi në këtë transmetim të drejt për drejt në personazhal këtu në Albykej TV. Edhe ne ju falenderoj përzemërsisht për ftesën, Graciela dhe stafin juaj gjithë së bashku. Një përshëndetje ngrohtë të gjithëve nga Zvicra. Nga Zvicra ku ka shumë shqiptar, prej dekadash tashmë shqiptarët janë pozicionuar mirë apo jo? Patjetër, unë kam këtu tafërm që janë gjenerata e tretë, edhe këtu në Zvicër kam taku shumë njerëz të mrekullueshëm, njerëz shumë punëtor, afarist, njerëz të integruar në gjitha institucione, nga policia, ushtria, nga mjeku im personal familjar është shqiptar, të cilin e përshëndes live. Patjetër, e përshëndesim fort. Është na im azemaj, edhe përshëndes shumë, është mjeku im familjar edhe unë e konsultojmë çdo herë kur ta kam ndaj grip ose ndaj problem shëndetësor. Patjetër, kuptohet natyrshëm. Damian, për të mos humbur shumë kohë, i dashur, ne kemi shumë gjëra të bukura për të cekur së bashku në këtë transmetim live, kështu që do të kisha dëshirë të ndaleshim fillimisht tek prejardhja jote familjare. Si mund ta cilësosh, çka mund të na thuash për prejardhjen tënde, diçka të shkurtër, pa shumë ndalesa, nuk ka problem, diçka të përgjithshme nga prejardhja jote. Unë kam faktikisht kam lind në Drenic, po në dokumenta më shkruan se kam lind në Klin. Klina Begu gjendet në rrafshin e Dugazinit, për arsye aso kohë 1986, për arsye politike edhe kena jetu me një kohë tjetër, ka qenë Jugoslavia, edhe babi është detyru për të me regjistruar në komunën e Klinës. Për ndryshe, prejardhja ime, unë jem gjenerata e tretë ose katërt, ta them Kosovë, ne kemi prejardhën nga Mërdita, nga Shqipëria Veriut, edhe familjarët e nënës time, ata kanë prejardhën nga Puka, kështu që e kemi trashëguar gjenerate pas gjenerate, duke na treguar se nga vim edhe ku jetojmë, edhe arsyet tona familjare, ekonomike, kështu me radhë. Fantastike, faleminderit shumë. Faleminderit, më pëlqej shumë që i cilësove, ashtu siç më ke treguar dhe në momentin që kemi bashkë biseduar për sa i përket kësaj interviste live, dhe më vjen mirë që e ceke sepse është shumë interesante, me detaje shkurtimisht, por shumë bukur. U mirë informuam. Pastaj ti ke lindur në një familje të vogël të madhe, nëna, babai, gjyshi, gjyshja, vëllezër, motra? Ne jemi vetëm 2 fëmijë, kam lindur me një familje relativisht e vogël. Po nga pjesa një familje normale, që themi shumë se 4 pjesëtar, është okej. Është normale. 4 pjesëtar edhe gjithashtu nga pjesa e nëntës kemi qenë ma shumë fëmijë, 12 fëmijë, domethënë 3 draje, 7 teze, 6 teze ashtu. Edhe qytet i vogël, dikon 16.000 banor. Kam jetu në Klinë dikon 24 vjes, edhe kam marrë tani rrugën e Gurbetit. Të ndalemi pikërisht i dashur tek shkollimi yt fillor, ato çka ti ke kryer në qytetin e lindjes, në vendindje, pastaj të ecim gradualisht me emigrimin dhe me gjëra shumë interesante që ke bërë në jetën tënde, që ne do mundohemi me përpikmëri t'i prekum sa do pak gjithsecilën prej tyre. Nuk ka për qenë lehtë, po do mundohemi, gjithsesi kjo është e rëndësishme. Mirë i dashur, Damian, më trego pak shkollën 8 vjeçare të mesme e ke kryer pikërisht në? Po, patjetër, si çdo fëmijë i Kosovës, kena jetuar në rrethana të vështira, edhe domethënë shkollën fillore, pastaj pas shkollës fillore, domethënë ka filluar lufta në Kosovë, faktikisht lufta, unë kam qenë 12 vjeç, 2-13 vjeç, kanë qenë kohë të vështira, kohë jo të lehta për neve në Kosovë. Tani kemi filluar jetën kështu gradualisht pas luftës, edhe kam menduar çfarë drejtimi të marr, gjithmonë kisha dëshirë
ose të punojmë post, ose si polic, ka qenë ëndra ime si fëmijë. Edhe luajsha shumë mirë futboll kur kam qenë i vogël, tani kam vazhdu me punë, kam vazhdu me zanat, si i ri, pastaj kështu gradualisht kanë qenë kushtet jo të lehta për neve të ri, dhe me thonë unë jem gjenerat 1986, edhe kam fillu me një zanat, atëherë për një zanatit tjetër kam fillu kvalifikimet profesionalit mia. Dhe me thonë, CV-ja jeme ka qenë e mirë në atë kohë, po kushtet kanë qenë relativisht jo të lehta. Vështira, Pas pavarësisë Kosovës nuk janë konë kushtet edhe aq të mira si sot si janë në Kosovë. E kam qartë. I dashur, Damian, më trego pak të lutem, si e more vendimin, sa i vështirë ishte marrja atij vendimi që të emigroja? Po se pore vllai im, 19 vjeç, ai e ka marrë rrugën e migrimit, ka shku në atë kohë ka pas dëshirë të shkojë në Itali, ai ka shku në Padova, nga Padova ka jetu disa vite edhe në Rovigo, dikon një 8 ose 9 vite, unë kam jetu me prind në Kosovë edhe prind jenë konë të angazhum në atë kohë për forcat nafës. Unë i përshëndes, kam gjej rastin ti përshëndes edhe prindrit, por edhe vllai njëkohësisht. Shumë faleminderit. Vllai jeton me familjen në Gjermani, unë këtu jam në Zvicër, prind gjithashtu në pension, jetojnë në Kosovë, vinë nga njerë kështu na vizitojnë. Pa diskutim, vinë, ju vizitojnë, patjetër. Patjetër. Edhe pastaj, si çdo i ri i Kosovës, e kemi pasë perspektiva nuk ka qenë aqë Si e more vendimin, me falë që më duhet të ndërpres shpesh herë, si e more vendimin, sa e vështirë ishte marrja atij vendimit, që të lesh edhe prindrit vetëm, këtu doja të dilja? Vendimi nuk ka qenë i lehtë, unë jem shumë i lidhën me prind. E di, e kam vërtetuar, ma ke thënë edhe e kam vërtetuar shumë e vërtet. Isha vonë brëm të kërkoj ndjes që nuk fola, sepse po bisedoja gjatë me nënën. Shumë emocionuese, me të vërtet bravo. Shumë, kena bisedu shumë gjatë me nënën, disa tema shumë interesante, edhe me nënën jem shumë i lidhën, jemi jo vetëm djallë nënë, po jena shuk. Dhe me thonë, me nënën shprejna shumë lirshëm. Bravo, kënaqësi e veçantë. Duke shpresuar që gjithë ato të rinj të reja që po na dëgjojnë këto momente të marrin shembull nga ky mesazh kaq i thjeshtë, kaq i bukur, kaq i drejtë për drejtë dhe kaq i sinqert. Faleminderit. Mirë, i dashur, kalojmë tek u mor vendimi për të shkuar, për të emigruar dhe për të emigruar fillimisht në pikërisht në Gjermani, nuk emigrove në Itali aty ku në atë kohë ishte vëllai yt? Jo. Në Gjermani apo çfarë? Jo, çështja ka qenë se unë gjithë kam pas ëndër vit jetoj në Zvicër. Edhe kam shiku shumë dokumentar. Edhe më ka pëlqy Zvicra se kena shumë të afërm këtu. Edhe vishën verës na vizitojshin për festa fund vitit edhe kështu festa kombëtare edhe fetare. Edhe falshëm shumë për Zvicër. Për Gjermani nuk kam pas ndonjë tërheqje të madhe. E disi, unë jam në atë kohë në rinisë time kam qenë pak si i trubëll në dëshira. Zvicrën e dojsha se më pëlqejke si territor, edhe kur i ndëgjesha ata afërmit të mi duke fol mirë për Zvicrën, po ëndra ime ka qenë me shku në Amerikë. 2010 kam... Ideja fillestare e emigrimi ishte Amerika. Amerika. Okej, çfarë ndodhi me idenë tënde? Ideja kështu. Kushëriri nënës, ai më dërgoi garancionin, dhe më thonë ftesën, të shkoj te ai, edhe më telefonoi disa herë. Me këtë qarë ai ka vdek në 2024, po, një burë shumë mirë integruar në Michigan, ai ka jetu disa vite në Detroit, një burë shumë i mirë, shumë i dashtën, një patriot, edhe ka bo shumë për familjen e vetë. Edhe disi e mora guximin me bisedu me ta dhe me familjarët e tij. Edhe ai nuk zgjati shumë, më telefonoi, ma dërgoi garancionin, ftesën edhe $5 në zarf, aty i kish sit, për shkak të aplikojnë në ambasadë amerikane, të më sjellën ato të holla pak fat. Edhe mur pak si më bostisht, tha doj kur të vish ti, tha 5 vite në Amerikë, tha ti ke me nejtë une. E di tha se i ri, ki dëshirë me njëftu na i femën, me punun, e me vazhdo për para, ti ke me nejtë atë une. Edhe po emocionuna kur po fal. Patjetër, kuptohet.
Pastaj çfarë ndodhi dashur? Pra, u mor ftesa, u mor garancia për të shkuar në Amerikë. Vajte në Amerikë apo jo? Jo, kam vendosur ndolli? E kam njoftu ish bashkëshortën teme, unë jam një ndomë që 5 vite. Okej. E kam një djalë, ai quhet Xhen. Ta kesh me jetë me shëndet. Do na tregosh pak pastaj më vonë mos harro historinë e Xhonit. Emri të Xhonit që ma ke treguar mua personalisht, po kam dëshirë që ta ndaj me teleshikuesin e nderuar që po na ndjek. Po e kam njoftu ish bashkëshortën time, aja ka qenë në shkollë fillore, domethënë jo në shkollën e mesme, edhe ka qenë vitin e fundit. Edhe kemi filluar me komuniku përmes internetit. Kena mojt dikun një vit kontakt. Aja ka qenë shumë marrëse, one. Ka qenë shumë e dashuruar pas me, sytë e mi, edhe karakterin tem. Aja nuk më i kemi besu se ka kosovarë, se mentaliteti Gjermanisë edhe kultura ishën ndryshe, ishën dy bota ndryshme. Edhe mos me qumë agat, në vitin 2011, e mora rrugën e Gurbetit në shtator, nuk e harroj kur datën, me 21 shtator jam nis për Gjermani, drejt aeroportit Stuttgartit. Edhe kam arrit në Gjermani, kam fillu në jetën, dhe me thonë muajin tetor ish bashkëshortja, ka fillu studimet me një kompani shumë të njohne, edhe kam qenë shumë krenar për ta. Edhe aja ka qenë shumë krenare për mua, se nuk ka qenë e letë në atë kohë, dhe me thonë jenë konë... Se më thej që ishte shumë e vështirë ndarja nga Kosova, pra largimi nga prindërit, nga vendlinja e tjerë. Por po lind pyetja automatikisht sa i vështirë ishte integrimi për ty në Gjermani. Integrimi, ta thëmë të drejten, gjermanisht... Të drejten ma thuaj, të ludhem të drejten, ha? Gjermanisht e thënë shok kultur. Një muj une nuk jem pajtu. Nuk jem pajtu se une jem rrit në Dugazin. Edhe sa heru zesh angazhumi dhe dilsha në qytet, jem sumi po sa do pak bjeshte burimit i stogut, edhe bjeshte pejes. Pjesa i stogut, ato mrekullira që në pikën gjesit deri në perëndim diellit, patjetër është. Edhe kur dilsha... Unë i kam vizituar vete dhe është emocion vete, patjetër, jo ma që t'jesh aty me vite me radhë, është patjetër, është emocion, pa asnjë lloj diskutimi. Do me thonë, gjuhën e fillova me mësu, edhe kreva një test provimit, edhe do me thonë shumë njërë suksesshme, për 7 ditë më ka dollë viza për bashkimin familjar, që jenë që ditë shumë njerëz. Sepse ka qenë një periudhë shumë e shkurtër që ti të merri dokumenta shumë gjë e veçantë. Shumë shpejt ka shku, po momenti ka qenë vërtet shumë emocional për mu. Njënë e si çdo i ri kisha dëshirë me lënë Kosovën. Në tjetër anë, në pjesën tjetër, nuk e di çka ka ndodhur me mu, veç e di se jem konë një 3 ditë aq smut, sa që nuk e di se o konë unë bevust, gjermanisht e thënë unë bevust, si t'ju them, nuk kam qenë i vedishëm se çka ka ndodhur me mu, qash që jem mërzit shumë për Kosovën. Nga mërzitja shumë e madhe, po. Shumë e madhe, 3 ditë kam qenë smurë. 3 ditë më ka dhënë koka, nuk di me përshkru, me fjallë, aq kom pas dhimbje të mëdhaja, edhe isha nërmjet dy emocione, me lënë Kosovën, vendlindjen atë dhënë tem, ku jem lindje e më rrit, familjen, edhe në tjetër anë dëshira ishte me shku në Evropë, për një jetë më të mirë, për një perspektivë më të mirë. Po kur kam hyp në aeroplan, kam hyp me emocione të mëdha. Kam qenë, nuk e harroj kurrë, 24-25 vjeç, kam filluar me çajt si fëmia. Jam kon pa diskutim, ke shoqë edhe shok sa duash. Të gjithë, si puna ime dhe të gjithë ato që po na ndjekin e kuptojnë emocionin e atyre ditëve që vetëm pak javë më vonë bëhen 12 vite që kam shkelur këtë tokë dhe sa herë që shkoj është emocion vete dhe emocioni është më i madh kur e lëm Shqipërinë ose Kosovën dhe kthehemi këndej. Aty na kputen këmbët komplet. Aty nuk ka, është shumë e vështirë që ta marrim vetin për disa ditë dhe unë e kuptoj shumë mirë. Mos u ndjej në siklet sepse e kuptojmë të gjithë ashtu si që ndjerë ti, jemi ndjerë edhe ne dhe fatkeqësisht vazhdojmë ndihemi sepse jetojmë dhejt huaj, kjo kuptohet natyrshëm. Jo, ka qenë shumë interesant se kur ja kom dorëzu policit pasaportën, ai ka qenë vet i tronditën. Aty kon aeroporti ende aeroporti tjetër i Prishtinës, jo i Sëdit. Kur ja kom dorëzu pasaportën, ai më ka shikuar në sy,
edhe kom pas se ka fillu muzbe ai polici edhe shikimi i prindve kur ja u kthye shpinën ka qenë shumë emocional. Po prap unë jam bëj fort se let më mi po nuk është shumë kollaj. Kam qëndruar gjithmonë i fort si fëmijë, se jeta më ka sfidu, domethënë si fëmijë kam përjetu luftën edhe jo do momente shumë të mira të jetës. Shumë e vërtetë. Edhe kam qenë shumë psikikisht për forcën tënde. Faleminderit. Edhe kur kam hyrë në aeroplan, mos me zgjat për këtë çështje më shumë ka qenë një burr nga peja, edhe disa persona kanë qenë aq befasum, jam kon shumë mirë i veshën, edhe djalë i ri i bukur. Tani në këtë kaune. I bukur. Si e përshkruan vetë. E përshkruaj veten, flok shumë mirë, nuk e kam pas flok pa kthime, kanë pas një farë ngjyrë shumë e bukur, kanë shiku disysh me një dhimbje, të gjithë në këtë kaune. Çka ka ky shkreti? Çka ka kanë menduar? Mos më ka vdek ndonjë antar ose një familjar diçka. Edhe kur kam fillu mi tregu këtij personit nga peja se jem të lënë Kosovën, edhe jem të shku për një jetë të re me fillu në Gjermani e dashura, ai mu ka drejtu, nuk e harroj kurrë. Ka qenë nga një qytet i Helbrën, ma ka po çun. A din ti si kam dalë në vitet 90 në gurbet. Unë kam hik pe ushtrisë jugoslave, ti e të shku Sukubos, si zotni. Pastaj unë aty të ka inkurajuar, të ka ngushëlluar në një farë mënyre. Edhe të ka dhënë forcë, kuptohet. E vërtet. Pastaj mbrite në Gjermani. Si ishte impakti i parë me Gjermaninë? Emocioni, si do na përshkruaje? Në Gjermani kom pas fakt se kam jetu me një republik Baden-Württemberg, edhe sot pse jetoj në Zvicër, unë e konsideroj atë vend tem dytë. Patjetër, nga që ti ke dhe në shtetësinë, kuptohet, ke kaluar disa vite, je bërë baba në atë shtet, në atë tokë, kështu që mësë normal. Edhe Agje, më kanë linë 2 mbese. Bravo dhe Agje, përshëndesim nipin e mbesën e gjithë, se harrova të lutem. Edhe kam shumë miq, kam shumë familjar. Kam shumë familjar në Gjermani, në pjesë ndryshme. Edhe aty në Baden-Württemberg ku kam rënë, kam qëndruar një javë në Schwarzwald, një vend shumë i bukur. Në pjesën jugore e Gjermanisë, pastaj jena zhvendosur me një qytet Herrenberg, edhe kam jetuar aty 4 vite gjys. Domethënë mua i parë ka qenë për mua një kulturë shokuese, nuk kam mujt më kujtu. Është masë normale. Do shkputem vetëm pak çaste i dashur Damian, do ndalemi vetëm tek momenti i të qenurit baba. Pra në momentin që ti je bër baba, për herë të parë tash i duhet të themi se për herë dytë nuk e di se kur do të jetë, po për herë të parë të qenurit baba. Të lutem na trego si e ndjer emocionet që ke përjetuar, si ka qenë ai moment kur e ke marrë babyn në dorë, diçka të vogël rreth atij momenti nëse ke mundësi të na tregosh. Emocioni ka qenë i përzirë, se prindët e mi kanë qenë atku në pushime, kanë qenë në Ulqin, vllai im ka qenë me familjen në Itali në pushime, familja e bashkëshortes ata kanë qenë në Kosovë në pushime, kështu që afër nuk e kam pas askënd. Kam qenë vetëm me jeshbashorten edhe 3 ditë e para unë e kam qendruar me djalin, me gjonin për shkaqe fizike edhe shëndetësore jeshbashortja nuk ka mujt të qëndroj afër djalit, edhe aty ka fillu një emocion jo i lehtë vete. Damian, ma trego pak historinë e djalit tënd që unë e përshëndes fort, uroj që të jetë mirë me jetë, me shëndet, me sukses, me dashuri dhe me çdo gjë të mrekullueshme në këtë tokë. Të lutem na trego pak atë emocionin dhe historinë e emrit të djalit tënd. John. Po kështu, djali John 6 muajt e parë nuk e kemi ditë, është vajza, është djalë. Okej. Pastaj çfarë ka ndodhur? E kemi vendosur me bashkëshorten atko si t'ja vëmë emrin fëmijës. E kemi vendosur nëse lind vajzë, kena mja vendosur Magdalena emrin. Nëse lind djalë, kena mja vu emrin John. Se pikërisht John, Damian, ka një histori, ma trego pak me detaje, nëse mundesh. Ka histori se John, do me thonë, gjyshi tem e ka pas emrin John. Edhe familjarisht gjithmonë i kena trashëgu emrat. Baba im e ka emrin e gjyshit vet. Edhe kështu që ma shumë t'i ku jem fiksu se vllai im e ka emrin Marian, edhe emrin ja ka vuen mami.
Po edhe emnin tem e ka vu Damjan momi. Bobi nuk ju ka përzi momit kur në emna. Edhe kështu që gjyshim i ndjeri ai ka pas dëshirë mja vu emnin vëllait tim të madh, Gjën. Kështu që momi ka thënë jo, unë kam dëshirë mja vu emnin Marian. E kështu që amanetin e gjyshit tem, unë e kom pas gjithmonë ku. E keni realizuar, e keni quar në vend tek djali. E kom realizuar dhe e kom trashëguar. Bravo. Ta kesh me jetë me shëndet. Mirë i dashur. Jeta vazhdon, pra u bëre baba, vazhdo jeta, jetët tuaj me ishk bashorte në undan, se cili në punën e vetë, respekt e mirë njohje dhe u krye. Si vazhdo jeta jote konkretisht? Po jeta jeme në atë kohë kanë qenë ka qenë një kohë jo e mirë, pandemia filloi. Po. Edhe ishte kohë e keqe për mbar botën, për mbar rrugën tuksorë, ka qenë kohë e vështirë. Ne që i kemi jetuar nuk do e harrojmë kur, derisa të jemi gjallë nuk do e harrojmë. Që të mbyllemi në vitin 2020, mos o zot, që s'keshe ku të shkoje, dilje në park, gjysmore, pastaj mbyllje sërish brënda, 4 mura aty, është të mërshme. Duke shpresuar që mos ta përjetojmë kur më. Shumë, ka qenë kohë e vështirë në atë ku në Gjermani, dhe me thonë kemi pas edhe orë policore, po unë jem konë atë ku me një firmë, edhe shumica kanë qenë në Gjerman, unë kam qenë i vetëmi shqiptar aty, edhe në atë kohë jena detyru me morë një projekt shumë të mirë, më brenda në qytet, në Büblingen, aty atë qytet nuk do të harroj kur, edhe pse shkoj vazhdimisht e vizitoj. Atë projekt ka qenë dikon një 15-16 milion, me ish në shefin, dhe me thonë me eprorin tim, zotni Kevin Hirschman, dhe me thonë ka orë shefi maj lartë edhe njerës të qytetit edhe kanë mendu çka ka mendu tash me kitë punisht e me kitë vend. Edhe kur çdo gjë ka përfundu, na u kanë drejtu neve, zotni Hirschman, zotni Markaj, ju jeni përgjes për kitë projekt, e dim se në shku e vështirë, derisa të gjithçka shkon në rregull, edhe ju duhet me vazhdu këtë punën. Do me thonë, e kam pas një farë frige, se kanë qenë tani trajnimet profesionale në transportin publik. Nuk ka qenë kollaj, 3 javët e pora kam pas shumë frikë, edhe nuk kam dish me shprej atë frikë. Edhe në atë kohë ka vazhdu jeta, kështu, kemi jetu jetën. I dashur, më falë sërish, duhet të ndalimi disa qaste tek arsimimi ytë, sepse ti po i kalon gjërat kështu lejtë, po dashur me që unë ju informoj nga aborime konfidenciale, bëjnë me dije se Damjani ka kryer njësër kursesh, njësër kualifikimesh, njësër shkollash, por është kështu, është modest si natyrë, nuk i thot, por unë më duhet i them, jam pozicionin tim të jetës time që unë duhet i them, tashti unë duhet të pyes, dhe ti duhet të përgjigjesh, unë duhet të ngacmoj qik që ti ke punuar për shumë vite në kompaninë më të madhe botërore të makinave, që ne për efekte reklame, nuk doja themi emrin, po ajo dihet nga mbar opinioni se kush është kompania më e fuqishme në Gjermani, për shumë vite, aty ke qenë në një pozicion drejtues shumë të mirë, ke punuar shumë vite në një tjetër kompani shumë të famshme, tjerë, kështu që të lutem i dashur Damjan, mos i kalo gjërat na i trego, vetëm emrat mos i përmend, se histori tregoj ti, se ke jetuar, janë meritat e tua. Në rregull, reklam nuk i bëjmë asnjë firme, edhe mu përket nuk po përmend emra. Domethënë Gjermani jemi integru shumë shpejt, se gjermanët për vërtet në fillim kanë qenë të ftoftë si komb janë ashtu pak. Si komb janë ftoftë, po pastaj çdo herë pastaj nxehen. Pastaj më pyetën emrin Damjan, emri evropian, italian, emën grek, emën anglez, emën evropian. Por kur më pyetën zotni Markaj, e dishën se mbiemri është mbiemri i huaj. Edhe më pyetën Damjan nga vjen nga Kroacia, nga Polonia, nga Franca. Jo, ju tregojsha unë jam një djalë nga Kosova, jam shqiptar, edhe kur nuk jem si të them mu frigu ose s'kam pas ndrojtje. Edhe çdo herë vetëm kam fillu me fitu shumë e ma shumë në sytë e njerëzve, në sytë e prorëve edhe në sytë e zyrtarëve në Gjermani më kanë respektu edhe kam fillu mu integru. Kështu që në Gjermani nuk ka qenë rrugtimi i kollajshëm, integrimi nuk ka qenë i kollajshëm, gjermanët kanë bërë gjithçka për mu, kam kryer shkollë, domethënë trajnime profesionale,
Brenda në 3 viteve kam apliku për në shtetësi, ma kanë thonë në shtetësi pa pik problemi, për kur farë barjera, edhe pse është një shtet shumë birokrat. Shumë strikt, po. Shumë strikt edhe, kam fillu nga zero. Edhe kam vazhdu rrugtimin tim në gurbet, pastaj ka ardhur Vellaj me nusën e tij edhe me nipin tim Andren. Ai ka lind në Rovigo, 9 muaj, ka në orën e ne. I përshëndesim fare, patjetër, po. Edhe kështu ka vazhdu jeta. Sa vite ke jetuar në Gjermani, dashur? Në Gjermani kam jetu dikon një 10 vite, po. E ndan dot Gjermanin me Zvicrën që po jeton aktualisht? E bën dallimin, cila është diferenca? Po kuptohet se mentaliteti i gjermanëve edhe gjuma gjermane ajo qëndron te une. Nuk është e kollajshme, sepse gjermanishtja flitet ndryshe, këtu flitet ndryshe. Është dallimi si kosovarët me vllaznin tonë në Shqipëri. Ama, të lutem atë mos ma thuaj, se unë kam pik dopët, të lutem. Se ne nuk dalluemi, ama të keqen, thjesht dialekti na dallon asgjë tjetër. Të lutem mos e thuaj. Ama të keqen. Po përparësia ma modhe ka qenë te une. Se une, ku kam jetuar në Baden-Württemberg, ata e në Schwaben. Edhe kanë shumë gjeshmëri me mentalitet edhe me gjuhë me zvicrant. Se jenë shumë ofër. Po, e kam qartë. Edhe jenë shumë punëtur. Si lindi ideja i dashur Damian për të emigruar pikrisht në Zvicër? A pate një projekt me punën, pate një ofertë, si ndodhi? Pse emigrove? Ti ishe shumë mirë në Gjermani. Po vendimi ka qenë jo aq i kollajshëm, sepse unë kam qenë gjithmonë i lirë edhe ka qenë një jetë shumë e mirë, se i përshëndes shumë gjermanët, domethënë edhe të gjithë njerëzit që më kanë njoft edhe kam punuar, kam bashkëpunuar me ta. Po pavarësisht jetës edhe pozicionit tem profesional edhe ekonomik, u kon një jetë normale, domethënë ka qenë gjithçka në rregull. Edhe kam mendu, çka të bëjmë mandej. Zvicrën e kisha disin për zemër. Pse e kom dirë Zvicrën? Se ju tregova edhe nga Kosova. Arsyeja pse e kom dirë Zvicrën, sepse në Zvicër vishëm ka njerë në fundjava, i vizitoj shumë të afërmit familjarë tunë edhe ish bashortës. Zvicra e ka një gjajshmëri shumë e Kosovën. Dhe me thonë, pjesa e Kosovës i ka dikon një 49% mali dhe bjeshk. Kështu që kësa herë visha në Zvicër isha bjesht, edhe ma shkoj ke malin e Kosovës. Vetëm se Zvicra, duhet ta themi për hir të zvërtetës, Zvicra i ka gjelbërimin më të sistemuar. Po, e vërtet. Dhe me thonë... Po të flet një që ka qenë ka studiuar atje, pra aty po them kështu me kompetencë plot. Se s'po e them kështu kot, nga informacioni nga interneti, por po e them me baza. Dallimi i vetëm i Zvicrës me Kosovën është ekonomia, politika, por nga natyra e kisha fjalën unë, është vetëm se gjelbrimi është më i sistemuar. Jo se është më i bukur i Zvicrës, asnjëherë në botë më i bukur se i Kosovës, por që sistemimin e ka më të mirë. Po kuptohet, pastërtia dhe rregulle, ligjet, domethënë ja ka mundsu Zvicrës edhe investimet e mëdha. Si investimet e vendore edhe ashtu investimet internacionale. E kam qartë. Po çështja kam aplikuar atko në disa firma, edhe kam bërë aplikimin, fitove në njërin prej firmave apo fitove në disa firma, pastaj pate mundësi për të përzgjedhur? Po, është e vërtet, i kom pos disa oferta, vesha, dhe me thonë, ku pandemis nuk ka qenë letë, sot është keme botestin, nuk kam qenë i vaksionuar, ushtria Zvicrës veç ishën kufi, Gjermanët ishën veç shumë e frikë madhe, edhe aplikova, derisa vendosa në cëllën firmë me vazhdu rrugtimin tim profesional. E kam qartë, po të lutem të trego pak si u integrove në Zvicër. Sepse ti vije nga Gjermania, vije nga një tjetër realitet, jo shumë i ndryshëm, por jo shumë i përafërt. Po integrimi nuk ka qenë i lehtë. Nuk ka qenë aq i lehtë, po disi kur ka marrë në Zvicër e kam një veten si me qenë në Kosovë. Domethënë, çka ka qenë në mënyrë drastike, një farë emocion, e kam di veten po si të isha lind në Zvicër. Nuk e di, ma ka dërgu Perëndia Zoti, kështu nuk e di ç'është me përshkru me ato fjalë. Mu i parë, disi ka qenë entuziast, vullnet i madh.
edhe fillova punën në kantonin e Bernit, domethënë me një firmë shumë e mirë, ma ofruan, domethënë lejen e punës menjëherë, edhe kushtet shumë të mira. Për fillim, edhe në atë ku pandemia përfundoi në Zvicër, në Gjermani isha alo pandemia, ajo mërzit ke mu shumë, se nuk isha mësu në Gjermani me po të lëviz autobusat edhe trenet, transporti publik thot. Domethënë, zbrast, gjithçka ka qenë zbrast. Aja mu më ka trishtu. Edhe më ka fillu Ajo gjë ka trishtuar mbar botën, themi realitetin. Ajo zbrastia e rrugëve, e autostradave, e rrugëve kombëtare, ndërkombëtare ka qenë e tmerrshme pa diskutim. Ka qenë trishtuese pa fund. Është e vërtet, ftesa ka qenë e mirë, domethënë kam pas shkoll me menu, domethënë kryesor ka qenë nga Baden-Württemberg, aty ku kam jetu me një qytetit Helbron, ai ma ka befasin në intervistën, edhe kur më kanë tregu, Damian ti vjen nga qyteti Biblingen, po, ju keni po dokumentet e mia, CV-n teme edhe dosin teme. Ja ka fillu me buzëqesh edhe ka nisë të më pyet për shkak kësaj kompanisë të madhe, se kish shumë miq, edhe nënën ende e konë në Gjermani, edhe po më tregon pse e largu nga kjo kompani e madhe, kompani e suksesshme. Rrugtimi jam është pak më ndryshe. Edhe ka thonë, ku është ndryshimi? Unë dëgja konë zotni, s'pja përmeni emnin e mbi emnin. Unë jam gjenerata tret në familje që punoj në Hekorodh. Për ta ka qenë shok. Absolutisht, çfarë po thot? Çfarë po thot? Shumë e veçantë, një informacion shumë i madh. 3 gjenerata të punosh në për Hekorodha është gjë shumë e madhe. Pastaj i kom tregu se babi i nënës edhe baba i babës kanë fillu karrierën edhe kanë fitu në atë ku pare. Edhe pse ka qenë ku shumë e vështirë në nish Jugosllavi, pastaj babi e ka përfundu shkollën në Pej, edhe ka qenë një futbollist shumë i mirë, domethënë e ka ngrit veten me karrierë, edhe pastaj e ka fillu karrierën edhe rrugtimin e tij profesional me një fabrikë trenave. Pastaj mu ka duk gjë interesant, po nuk e di, ka ardha ai moment kur mu kanë fiksu dikur nga ajo kompani ka që sukseshme e madhe, automobilistike, se kam qenë i fiksum në vetura të mira, të shpejta, dikur më ka bo disi truni tak, du me apliku. Ka bërë truni tak, po? Që është e kom një vete. Ka bërë truni tak. Që është mu ka duk vetje, nuk e di si ta përshkruaj në mënyrë mendesish ose emocionalisht. Më falë të ndërpërsërisht, si ishte impakti, si ishte emocioni, si ishte gjendja jote momentet që ti fitove mundësinë të punuarit në transportin publik, o zot, na u bllokua truni, as në shqip, as anglisht, as italisht, as gjermanisht nuk e thame dot. Më falë, ju kërkoj ndjes dashur miq. Në transportin publik, si ishte ndjesia jote i dashur? Sepse është një përgjegjësi shumë e madhe në Zvicër, në botën perëndimore, në botën e qytetëruar, punosh në transportin publik është e veçantë, është privilegj. Po ka qenë privilegj se në Zvicër kur kam aplikuar dhe më kanë refuzu, se kam lyp në disa pjesë të firma kam kërku punë. Edhe i kam marrë disa refuzime. Edhe kam menduar shumë. Se ta kanë refuzuar, Damian? Për çfarë arsye? E ke marrë të mirë përgjigjen e tyre? Po e kam marrë përgjigjen e tyre, se jemi interesu, edhe në Zvicër për me ardhur me punu ti duhesh me kalu disa teste. Edhe në Zvicër ku janë prej të mirëve, më të mirëve i merr specialistët. Shumë e vërtet. I përzgjedh gjithmonë, shumë e vërtet. I përzgjedh. Shumë kanë ardhur në Zvicër. Shumë selektive, po. Shumë selektive, kanë ardhur nga Italia, nga Franca, Gjermania, ka shumë gjerman, edhe ka pas shumë se edhe kanë dështu, po ka edhe shumë se kanë arrit. Që kanë qenë suksesshëm. Mirë, i dashur që shkputemi vetëm pak çaste nga transporti publik, se tashmë e gjetëm termin, nuk e harrojmë. Tani na trego pak, a je dakord ti me atë thënien që Banka e Zvicrës, pra, a je dakord ti me atë thënien që në Zvicër ka para të madhe, ka mundësi pafund dhe tregon që fitohet pafund edhe mund të ruash etj etj.
Pra, si banka e Zvicrës, si shprehet gjënd vënd në Zvicër konkretisht, realisht, apo është vetëm thjesht shprehje kot? Po Zvitra është një vend i zhvilluar, dikun i ka buxhetin vjetor, domethënë ta i thojnë gjermanisht brutto inland product, dikun 800 deri 900 miliard në vit buxheti vjetor i Zvitrës. Edhe Zvitra Euro, ti po thua për euro apo jo? Jo franga, domethënë franga. Franga, okej, më fal. Domethënë pyetje miliardash. Sa i përket sistemit bankar, Zvitra është e njëjën, tash kur të rrim me Gjerman bëjnë shaka me mu, ata i dojnë shumë veturat, e kanë industrinë e Eron, industria e madhe është në Gjermani, është promotori i kretë edhe i mbar Evropës. Po këtu që mos themi edhe i mbar botës, po ndalemi vetëm në Europë. Po ndalemi në Evropë, se këtu në Zvicër, kur ka marrë në Zvicër, e kam po atë ndryshimin, se kam fillu jetën. Se kur kam marrë përpara vesha si turist, rresha 1-2, e vizitojsha qytetet, dilshëm edhe kaq. Do me thonë, nuk kam qenë i integrum fell në jetën edhe në shoqërinë zvitrane. Po Zvitra është një shtet mu më duket shtet i lezetshëm. Edhe Zvitra ku ta jep ti Zvitra ku ta jep mundësinë, domethënë ta jep mundësinë. Ta jep se e meriton. Pra duhet ta theksojmë, Zvicra është ndër ato shtetet në Europë, si shumë shtete tjera që meritokracia është e para, duhet ta theksojmë, të lutem. Po, meritokracia është e para, edhe domethënë në atë kohë kur kam vendosur me orë në Zvicër, më ka drejtu shefi, e ka ditë. Unë i kom pas dokumentat me vete, kur kam shku në interviste, gjitha, se mu ka desh 2-3 herë me pas intervista, mu koordinu me ta. Si mu largu në nga Gjermania me orë këtë në Zvicër. Ajo me është e drejtu, më ka thonë, a ki mendu ti për këtë punë shumë mirë, se ti vjen nga një vend shumë i pasën, Baden-Württemberg. Pse e ka dënë ti me orë të një me punu në Zvicër, nga ndonin e Bernit. Edhe e kom pas fletushken, dhe me thonë, firma jonë ka qenë ma e sukseshme në pjesën jugore. Mes disa udhëtarë në vit, dhe me thonë, e kemi pas venin e parë sa i përket teritorit e Gjermanisë, ndërmjet 10 deri 20 milion banor, firma ime e ka pas venin e parë për besueshmëri, për transparencë, edhe për mosvonesë edhe shkathësi. Për korrektësi, po, është vërtet. Edhe korrektësi. E kom marrë broshuren edhe ja kom dhënë shefit. Edhe më është drejtuaj, e shikon Damian, unë e marr këtë broshurë, po unë e di nga cili vend vjen ti. I vike kesë Zvitroni më thonë se ti je shqiptar, se nuk doj ke me full për përjardhën teme, po mu nuk më ka orë kesh, i kom të regu për përjardhën teme, edhe familjen teme, edhe më ka thonë, a e besën Damian ti se une kam lidzu për firmen e juj, edhe e di ku punën ti, edhe çka bën ti. Vetëm të lutë me ndo shumë mirë, se pe bjen pejshman mas një mujve 2, edhe pendosh edhe prapë këthesh në Gjermani. Damian, sa po na tregove diçka, sa po e ceke një element, se mos harro që unë të ndjek me shumë vëmendje. Sa po thej që Zvicerianit i erdhi pak si e rënd, pak si zor, që të tregon të ty, pra që ta nënvizon të faktin që ti je shqiptar. Pse, a ekzistojnë këshi lloj problemesh në Zvicër, apo në Gjermani, apo diku tjetër? Jo, kanë shumë respekt për shqiptarë. Shqiptarët jenë shumë nxehtë në Zvicër, edhe çështja është se ai nuk do të kemë drejtu në mënyrë personale, ju do ke shumë personale. Se thash mos ke hasur ndonjë vështirësi tek këtij lloj tipi. Unë e kam qenë shqiptari i parë, jo i parë, po mendoj në grupin tem të punës, kemi qenë vetëm 2 shqiptarë. Një djalë ka qenë nga Presheva, të cilën e përshëndes, ai ka qenë me një projekt, ato kanë sjellë nga Berni, edhe unë nga Gjermania. Që të themi të vërtetë nuk dukesh si shqiptar fare ti, se po të shikoja me vëmendje nga që ishte në plan të përgjithshëm, ishte në plan të madh, fare si shqiptar nuk dukesh, nuk e di pse. Po nuk është rasti se shikoni se çka kom vesh. Të lutem ma trego pak se nuk e shikoj, është shumë larg monitori. Të lutem ma oriento pak çka është aty. Do me thonë tek logoja e bluzës. Kjo logo është një majic, si i themi ne në Kosovë, ose bluzë. Okej, po majic, po ashtu i themi, po. Është bluzë ushtarake, edhe e kam dhurat,
Kjo bluzë është e fesikës, ushtrisë Kosovës, që na bën shumë krenar. Neve në Kosovë, dhe me thonë, ushtria Kosovës, Forca e Sigurisë Kosovës edhe Policia Kosovës është krenaria jonë edhe ne shumë burremi. Ti shumë burresh, është e vërtet dhe ti tregon shumë element, Damian, shumë element patriotike në shumë raste, nga do që vete ti i tregon këto gjëra. Nga bashkëbisedimi që kemi realizuar për të mundësuar, për të bërë të mundur këtë intervistë, kemi cekur faktin që patriotizmi yt është i gjithmonshëm. Vlon gjithmonë, ti nuk ndalesh asnjëherë, ti shkon disa herë në vit në Kosovë, disa herë pse jo edhe në Shqipëri, tani na trego pak, si? Po, çështja e kombit, si ndihet njëri. Dhe me thonë, nëse ndihe shumë rahat me kompsinë tonë edhe me kulturën tonë, me mentalitetin tonë, atje ku e lindi e rrit, edhe ku ki shumë shok, miq, edhe dhe me thonë, ma shumë të qka me banë krenar, kur t'jem në Shqipëri ose në Kosovë, si të arritin në aeroport, ose jem në kofi, policia shqiptare kanë me bësjesh me mu edhe kanë me më thonë mirë se erdhe. E kështu si, edhe kështu edhe si shtetas i bashkimit e Evropian, unë muj me lëviz edhe me letër njoftim së çdo qytetar tjetër, edhe me pasaport, edhe këtu kanë respekt, është shumë e veçantë. Është evidente, po. Është evidente edhe është normale. E te ne është pak më ndryshe se ne jemi më të përzemërt, jemi më dashtën edhe më dëmshëm edhe gjitha ato. Kuptohet. Të lutem ma trego një element tjetër që kemi nga bashkëbisedimi. Ke shkuar me pasaport gjermane, me targ të makinës zviceriane, ti shqiptar i Kosovës, na trego pak atë historinë e bukur, shumë interesante kjo. Po, shumë interesante. Dhe me thonë, kur kam arrit në Shqipëri, më ka ro me udhëtu, edhe tash kur ka qenë kthimi nga pjesa e Kosovës në drejtim Shqipërisë, e kam post tragjetin për barit Italisë, edhe dhe me thonë kam arrit në kofi, ja dhash policit lejen e qarkullimit, paten shoferin, edhe ai më shikoj, tha, të lutem, tha, ma jep edhe pasaportin. Thash, e kam letër njoftimin. Jo, tha, pasaportin. Edhe ja dhash dokumentet, i ka mori, i ka shiku. E vrejta se është shqiptar sigurisht i veriut Shqipërisë, edhe më ka shiku kështë. Tha, Damian, tha, vetura nga Zvitra, patent shoferi Zvitrës, leja qarkullimit e kerët pushit në Zvitrës, pasaport gjermane, ti vet Damian, shqiptar. Ka pas ke bon kështë, Damian? Lërë e se s'kam lënë gjë pa bërë. Edhe unë ja kom nisë me pësirë, thash në digja ka, zotën, që 2-3 herë jetë ma përsërit këtë qeshtë e këtë punë, unë e ndina shqiptar i mërditës. Shqiptar, mërditor. Edhe prapa Mirditor, do e themi, pa tjetër. Pak regionalist. Pa, diskutim, absolutisht asnjëherë. Është gjak shqiptari pikë mbaro, nuk ka rëndësi se në shtetësinë e kuj shteti në për Europa apo në për botë marrim, thjesht ne i marrim në shtetësinë, unë se ka marrë akoma, kur ta marrë, po them për ty, se unë se ka marrë akoma, kështu që e marrim në shtetësinë, se marrim është e rëndësishme që jemi shqiptar kudo që jemi, dhe kemi gjak shqiptari s'ka ku s'ta thot asgjë fare, edhe ai dokumenti është thjesht mundson udhëtimin dhe kaq, asgjë më shumë. Po patjetër se do të thonë dokumenti nuk është edhe diçka se mund ta thuam thjesht, sepse ka shumë shqiptar që kanë 2 në shtetësia, 3 në shtetësia, kemi shumë shqiptar të integruar në Zvicër që i kanë me ka 2-3 në shtetësia, edhe në Gjermania tani e ka ligjin ki me drejt me mboj 2 në shtetësi, kur kam shku në kohën time, se po kthejna pak mbrapa, nuk ka qenë e lehtë. Do të thonë, nuk ta njefshën patent shoferin gjermant, nuk ta njefshën shkollën. Është desh se një fëmijë i vogël mu integru. E tani shkojnë si nga Kosova, si nga Shqipëria, si nga trojet shqiptare balkanike, jam njëu në shkollën, jam njëu në patent shoferin, edhe kanë shumë përparësi. Në kohën time ka qenë ndryshe, është e dashur nga zero mja fillu. Sa vite ke në emigrim, në të përgjithshme, Damian? Janë disa dikun një 13 vite në po. 13 vite. Qa të bëjmë? Cilët janë planet e tua për të ardhmen? Kthimi në Kosovë, e di, është plani i parë.
Plani jam, dhe me thonë, specializimi jam i vazhdueshëm me punë. Këto janë planet e mia që më mirë shpalës. Normal kuptohet jeta private. Kuptohet, natyrisht. Se duhet ta organizoj edhe më mirë, si kam dëshirën e. Nëse kemi shëndet edhe jetë e gjatë. Ashtu të shpresoj. Po, faleminderit, ju dëshiroj edhe juve edhe të gjithë shikuesve tuaj, nga do që na shikojnë edhe na përcjellin. Do me thonë, mos të dorëzoni kurrë. Gurbeti të zhgënjen, e hub vullnetin, edhe gurbeti ta bjen punën mu dorëzu edhe mu shkuraju. Edhe me hub kurajën, me hub ambicjet e tua, se jeta të sfidon në gurbet, po ne identifikojmë, çdo shqiptar që integrohet mirë në Zvicër, në Gjermani, kudo në botë, ne jena pasaporta e popullit shqiptar, ne identifikojmë. Mu për këtë punë deshta t'ju tregoj edhe për nënshtetësi, se nënshtetësia, do me thonë, shkon edhe trashëgim, po nënshtetësia është edhe një send që e përfaqëson të shtetin ku jeton. Edhe kështu që e kisha lutë drejt për drejt, edhe prej emisionit ju, si ministrin e punëve të brendshme, edhe ministrin e punëve të jashtme, edhe presidentin, zotëri Bojar Nishanin, që t'na mundësoj, sidomos neve kosovarëve, që jena brezi i tretë edhe i katërt, t'na mundësojnë të kthehemi te rrojt e vjetra edhe na dhojnë pasaportën e Shqipërisë. Se tani e kemi mundësinë, do me thonë, si në Zvicër, si në Gjermani, e lës shumë përzemërsisht, na mundësojnë, është e vërtet, si Kosova, si Shqipëria janë gjitha bashkë, po shqiptarët e meritojnë ta identifikojnë veten edhe me dokumenta jashtë botës. Patjetër, faleminderit shumë. Mirë i dashur Damian, në këtë momente ne kemi përzgjedhur nga arkiva jote gjigante mbi 50.000 foto e video, apo 80.000, sorry, më ndihmo pak të lutem. 50.000 janë gjithsej së bashku. Mbi 50.000 po, kështu që nga arkiva jote shumë gjigante kemi përzgjedhur disa momente të vockla që unë kam dëshirë dashur miq t'i përzgjedhim dhe t'i komentojmë së bashku, duke shpresuar që përzgjedhja jonë ju ka pëlqyer. Flamuri i Kosovës, jo flamuri origjinal, por flamuri i bërë, i realizuar. Po, ky flamuri i Kosovës nuk e harroj kurrë. Ai ka qenë një emocion shumë i veçantë. Domethënë, te zaku im, ma ka bën një befasi, mua edhe një pavt vet. Gjithë me shok, kemi qenë gjithsej 8 persona, edhe kena shku me këshyr lojën Kosovën kundër Zvicrës. Sa emocion. Ai emocion. Unë trupi jo kam qenë tërqeth, kur jam të fol, kur kam hy, domethënë kena qenë 35.000 shqiptarë. Po. Aty vetëm komni të bërtit Kosova UÇK, Kosova UÇK. Emocion pa fundësht. Kena qenë me 2-3 lloj flamurësh, flamurin kombëtar edhe flamurin e Kosovës. Edhe në atë moment e kom pas bluzën e bardhë, Kosova këtu shkruajke, edhe flamurin, stemin e flamurit shqiptar, edhe në atë ku i kom thonë të zafit. Më pëlqen se si u shpreh të kërkoj ndjes Damian i dashur, flamurin kombëtar dhe flamurin e Kosovës. Të falenderojmë për këtë përshkrim. Shumë i thjeshtë, shumë i bukur, shumë i detajuar, me të vërtet bravo. Mirë, kalojmë tek foto e radhës. Kjo është një emocion i veçantë. Unë skulptura të ndryshme kam vizituar, kam fotografu, domethënë për herë të parë në jetën time në vitin 2022 kam shku e kam vizitu statujen e Gjergj Kastriotit në Genf, kur e kam taku, kanë fillu lot më mra, edhe i kom pas për fat 20, edhe i kom fshin shpejt lot se ka pas shumë turista, është një pjesë e parkut ku lëvizin njerëz, ku lëvizin, edhe kam fillu t'i shkrepi disa foto, edhe kam bë selfie, se dhe me thonë, jashat dheut me po një skulptur shqiptare, aja ka qenë, përshkrim, nuk e di, s'moj me përshkrum me fjallë, si kur Kosovën ku e kam po të li futbol kundër Zvicrës, ja kom fillu me qajt edhe me bërtit, dhe me thonë, s'ka mujt me besu kur njëtën teme, se ka me mujt, jashat dheut tim me po Kosovën të luj me një shtet tjetër futbol. Kështu ka qenë edhe me skulpturën e Gjergj Kastriotit. Bravo. Bravo, faleminderit i dashur. Kalojmë tek tjetër foto e përzgjedhur, një tjetër bust, një shenjtore. Kjo është busti i Nën Streze, i falenderoj të gjithë shqiptarët, edhe ata njerëz të mëdhaj se kanë mujt këto gjona mi organizu,
edhe i kanë investu kanë investu mund edhe gjitha i kanë bë për këtu skulptura, kanë dhënë pore të hulla edhe gjitha i kanë bë vetëm ta prezentojnë kulturën shqiptare, sikur në Nën Trezën vitin 2015 mos gabofsha ose 2016. Kjo është afër spitalit, te spitalet në Zingen, është qyteti Baden-Württemberg, shumë afër Zvicrës, është skulptura në Nën Trezë. Shumë interesante. Edhe këtu kur kam shku vitin 2015-2016, kam shku 4-5 herë kam vizitu këtë skulpturë, edhe disi e kom po si traditë, e kom po ritual, çdo vit shkoj e vizitoj skulpturat. Bravo, kombëtare. Bravo. Kalojmë tek ky tjetër moment, te një tjetër busti në Terezës, Shën Terezës së Kalkutës. Nuk e di pse i kanë ngelur e Kalkutës, është e shqiptarisë, po nejse, nga që ka shërbyer shumë vite atje, e kam idenë. Po kjo është çështje se ti duhesh më një krenar se i shqiptar, edhe nuk ban Patjetër, pa diskutim. Nuk ban të kesh ndrojtje, duhesh ta tregosh identitetin tanë. Bravo. Kombëtar, këtu jam me djalin tim, ai ka qenë. Ta kish me jete me shëndet. Faleminderit, ka qenë 2 vite, 2 vite kështu. Kjo ka qenë vitin 2019, as 2 vite të plota nuk i ka pas gjoni, kur kemi shku me ish bashortën, edhe në perorimin, edhe pas perorimit. Bravo. Unë e falenderoj misionin katolik shqiptar në Stuttgart, me të gjitha ata njerëz më të jesë bërgjë, me nisë mja u përmen emnat e mbi emnat, për këtë kontribut, se kur u shpalus, busti në Nstrezën vitin 2019, dhe më thonë muin tetor, kanë qenë televizionet ndryshme RTK-ja, kanë qenë shumë ftyrat publike, edhe aty ka marrë pjesë me djalë dhe me bashortën, edhe kena shku edhe hera tjera. Kjo statuja është në Stuttgart, edhe ka qenë krenari kur bëjnë shfoto. Patjetër, as që vëhet në diskutim fare, po. Mirë, kalojmë tek foto e radhës. Edhe kjo është emocionuese, po edhe ndjen krenarie. I falenderoj prap të gjithë ata njerëz që kanë mujt me mundsu të përkujdesen për varrin e të madhit artistit më të madh të gjitha kohërave, Aleksandër Mojsiut. Edhe këtë e kom bo si traditë dhe ritual, çdo vit, 1 herë deri në 2 herë në vit e shkoj e vizitoj këtë varr. Edhe për këtë varr për herë të parë kam dëgju edhe kam po emisionin nga Kosova kur kam qenë fëmijë. Në RTK, kam qenë shumë i vogël kur e kam po këtë varr. Edhe pia tërshit nga me të mendje se Alfred Mojsiu ka ngelur në kujtesë, po. Po, më ka ngelur në kujtesë se Alfred Mojsiu dikun e ka varrin e ka dikun në Zvicër. Edhe ka qenë shumë ju ka lloj për No, Aleksandër Mojsiu, jo Alfred Mojsiu. Po, na fal. S'ka problem, nuk ka gjë. Po, dhe me thonë, Aleksandër Mojsiu, varrin e tij e kam vizitu për herë të parë në vitin 2022. Edhe nuk ka qenë për mua lehtë për me zgjidh, se s'kam pas, si t'ju them, për kraje ose njerëz nuk kanë marrë kohë për mua për me shku zbashku. E mua e shdesh vetë mua angazhu, edhe unë si shqiptar i Kosovës, duke jetuar në Gjermani, edhe nuk e kisha as 4-5 muaj se isha në Zvicër, e gjeta varrin e Alfred Mojsiut, e sot e di përmendsh. Bravo. Kalojmë tek flamuri zvicerian. Ku ndodhe këto Alpet bukura, këto ujëra, qa është aty? Kjo është në Genfasi, këtu kam qenë me disa miq, edhe i kena shkrep disa foto, disa video. Shumë foto e bukur. Si shenjë respekti, edhe shenjë krenarie, mirënjohje, patjetër. Edhe mirënjohje. Se Zvicra ka bo shumë për popullin shqiptar, edhe falenderojmë shumë. Ndër dekada tashmë. Ndër dekada, Zvicra, Gjermania. Shumë e vërtet. Kanë po shumë. Është shumë e vërtet. Mirë, një tjetër moment i përzgjedhur i dashur, është këtu, flamurin e Gjermanisë. Këtu është në Bodense. Ja ka qenë vitin e kaluar, si çdo herë se shkoj udhëtoj edhe une. Në fund javë ka qenë me ditë e diele, edhe i shkrepa disa foto, se mungoj këtë Gjermania disi edhe ai liceni thirrët Bodense, 1/3 licenit i takon Zvicrës, 1/3 i takon Gjermanisë, 1/3 i takon Austrijës. Është një trekan që kufinit. Sa interesante. Kam qenë aty edhe shkoj shpesh, verë sidomos, edhe i shkrepa disa fotografi. Bravo.
Okej, ku jemi këtu? Këtu jem Baden-Württemberg, jem Dettenhausen, këtu pata pranu një telefonat për shkak trenit se ka pas probleme teknike, edhe kena qenë kështu të bohum ku pandemie, edhe kështu çka po bëjmë anena knena Është në Zvicër apo në Gjermani? Më fal se nuk e kuptova. Janë Gjermani. Ta ngacmojmë shefin, i kena bërë disa selfie edhe ja kena dërguar shefin. Okej, mi mos e ngacmoni shefin shumë. Kalojmë tek momenti tjetër i përzgjedhur? Këtu është ai projekti që vërtet më ka një më bë krenar. Ky tren është domethënë i ardhur nga Spanja. Domethënë në këtë projekt kam qenë involvuar me shefin, edhe kur kanë filluar me orë trenat, domethënë deri në vitin 2021, deri në fund vitit 2022, kena shkrep disa foto si shenjë krenarie, se kena qenë përgjegjës aty edhe i na kanë involvuar, jo vetëm në objekt, po kena qenë involvuar në çdo detaj të organizimit, si nga çështja profesionale, njerëzore, në gjitha aspekte. Mirë, bukur. Po këtu zyra e kuj është? Këto zyre, pjesa e mojtë për jonës teme, pjesa e mojtë ka qenë tavolina e shefit, në pjesa tjetër ka qenë tavolina ime, si Savenci ti, dhe me thonë, e program ka qenë shumë një punëtor i madhë, edhe më ka përkra shumë, e ka ditë se jem shqiptar, edhe i ka po ambicion e të mija, kjo ka qenë 31 dhjetor 2021. Dhe me thonë, i kina shkrep të foto. Natën e vitit ri, natën e ndrimit viteve, okej? Te në ora 2 kina punu, mas dite. Bravo. Mirë, kemi foto tjetër? Ja, foto tjetër jam unë. Unë jam video. Mirë i dashur, nuk mund ta përmend Kosovën e Shqipërinë, sepse nuk kam se si ta bëj këtë pyetje. Nëse do përzgjidhnim mes Gjermanisë dhe Zvicrës, ku do doje të jetoje përfundimisht, veço Shqipërinë edhe Kosovën e kemi të parën të padiskutueshme, të pazëvendësueshme. Ndërmjet këtyre dy shteteve tjera, cilën do të përzgjidhje? Me qënë se ti e ke përzgjedhur Zvicrën, po ne po themi, nuk e dihet, fitohet një lotari, po themi kot kështu. Jo, dhe gjeni ko, në Zvicër ne jemi shumë të lidhen shqiptarët, sidomos ka shumë shqiptarë nga Kosova, po edhe nga Shqipëria, po ma pak, po tani po vinë me pasaporta italiane, gjermane, franceze, po sidomos, pa kurfar ndasije, shqiptarët nga Kosova jenë shumë jenë integruar në Zvicër, dhe me thonë... Se nga që prej shumë vitesh, disa dekadat është me shumë vërtet, po. Edhe bajnë shumë hajgore, edhe me shqiptarë, kështu edhe me familjarë, kam fillu me harru edhe gjuhën gjermane, edhe pse s'kam linë në Gjermani, nuk është gjuhën... Ma i përgjigjen të lutem, Gjermani, Zvicër apo Anasjellta, s'ku? Ja, Zvicra. Zvicra, okej. E përfundojmë këtë transmetim të drejt për drejt dashur miq me Damianin me një mesazh sensibilizues, cili do të ishte mesazhi yt për natën e sotme, shpejt për gjithë teleshikuesit, për gjithë brezin e ri që po na ndjekin këto momente. Mesazhi im më i madh është për rinin shqiptare në Kosovë dhe në Shqipëri. Mos u dorëzoni kurrë. Bravo. Edhe ti keni të fortë ambicionet. Edhe kur mos u shkorajoni, mos u orientoni në gjëra negative, se edhe ju mund ta ndryshoni edhe karrierën e juaj, edhe fatin e juaj, po edhe politikin, edhe ekonominë, edhe zhvillimin, edhe gjitha. Kur mos u dorëzoni. Bravo, të falenderoj shumë pafund. Respekt e mirënjohje gjithëmijat i dashur. Respekt, ju përshëndes. E kalofsh bukur, faleminderit shumë. Faleminderit. Dashur miq, natën e mirë, kemi përshëndetur Damianin, një intervistë shumë interesante me shqiptarin ton të Kosovës, pikërisht një lidhje me video nga Zvicra. Mirë, ne do të jemi sërish së bashku javën e ardhshme, deri atëherë miru takofshim, ju ndërkohë vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e Albukej TV, me gjithë programacionin, na ndiqni në YouTube, në website, në Facebook, gjithandej. Bashkë natën e mirë.